Kryesues, është e vërtetë që më paraqit pak me vonesë dhe ju kërkoj falje për këtë thyrje të kësaj rregulle, po e mora fjalën për shkak të një paraqitjes që e bani kryeministri me respekt, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar deputet, ishte mirë shumë ai program që e paraqiti dhe ato që kemi mujt me pas. Po për të realizuar gjitha ato objektiva, mund të tërheqi vëmendjen te gjendja administratës në qeverinë e Republikës të Kosovës dhe te disa prioritete që i ngriti kryeministri. Mendoj se është një konstatim bukur i përgjithshëm dhe kogja i saktë që administrata është shndruar ndoshta në një qerdhe të keqe qeverisjes dhe burimi skeqes. Prandaj qeverinë kisha inkuraju që të merr mosat për të bërë reforma të thella brenda administratës së qeverisë. Sa i përket të ndërmarrje publike, edhe ato jemi në një gjendje e cila nuk jep shumë shpresë, ato ndërmarrje do të zhvillohen dhe do të zhvillojnë politikat e tjera dhe një herë për gjithmonë do të shkputen nga agjendat e politikave jo formale dhe do të jenë adresë e politikanëve të ndryshëm për të ndikuar. Te sektori privat është një gjendje jashtëzakonisht e vështirë dhe e keqe, sepse për mendimin tim sektori i lirë privat nuk ekziston. Sektori privat është i lidhur ngushtë me kompanitë me ndërmarrje të cilat prapa tyre qëndrojnë politikanë të fuqishëm, të cilët janë të instaluar në qeveri dhe në këtë konstatim mendoj se këtu po zhduket edhe shtresa mesme njerëzve. Kjo gjendje vazhdimisht po ndikon edhe në mirëqenien e njerëzve dhe qytetarëve tanë. Prandaj për mendimin tim në sektorin privat do të ketë shumë punë për të liruar një hapësirë e konkurrencës së lirë dhe mundësi të barabarta për gjithë ata njerëz të cilët kanë vullnet për të punuar, por nuk kanë mbështetje në politikanë dhe në politikat e caktuara edhe brenda qeverisë. Ju falenderoj kryesues. Faleminderit.